Policia e Tiranës ka vënë pra nga 2 persona dhe ka shpallur në kërkim 3 të tjerë, pasi dyshohet se kanë marrë peng dhe kanë dhënuar fizikisht një 27 vjeçar me qëllim që t'i merrnin 5.000 euro. Nga hetimet parapraka rezulton se autorët i kanë hequr lirinë për disa orë të riut, duke e mbajtur në një apartament dhe duke shtruar dhunë ndaj tij për ta detyruar të dorëzonte shumën prej 5.000 eurosh. Pasi viktima ka dorëzuar paratë, autorët e kanë kanosur sërish që t'u jepte edhe një shumë tjetër. Si rezultat i operacionit policor, u identifikuan 5 shtetas të dyshuar si autor të ngjarjes, 2 prej të cilëve u arrestuan në flagrancë, ndërsa 3 bashkëpunëtor të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjatë kontrollit të shtruar në banesën e shtetasit AK 60 vjeç, baba i njërit prej të arrestuarve, u gjet dhe u sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet me municion luftarak. Në dhomën ku qëndronte i biri, shtetasi LK, policia gjeti dhe sekuestroi 5.000 euro, që dyshohet të jenë shuma e marrë me dhunë ndaj 27 vjeçarit. Në total, gjatë operacionit ja sekuestruar një armë zjarri pistolet me municion luftarak, 5.000 euro, 6 celular dhe një automjet. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale.